Miq të dashur të emisionit prive, erdhëm kështu edhe tek pjesa e fundit të këtij edicioni, e cila ka të bëjë me të pathënat e kësaj jave. Çfarë kam jetë pa u thonë? Unë nuk e di, e shkojmë bashkë në vazhdim. Këngat nga Kresha janë të shpeshta, po aq sa dhe bashkëpunimet. I tillë do të jetë edhe projekti i radhës për të cilin reperi është bërë bashkë me grupin Orkestra. Kënga ka kohë që ka përfunduar, teksa videoklipi i saj është xhiruar gjatë kësaj jave nga Imagine Films. Në të do të përfshihen disa lokacione që përshtaten me natyrën e këngës, teksa ne ju sjellim disa nga imazhet e setit të xhirimit. Ka kohë që nuk ka sjellë ndonjë këngë të re, por kjo do të ndryshojë. Është fjala për Shpat Kasapin, i cili ka përfunduar projektin e tij më të ri. Kënga do të jetë e zhanrit balad, e punuar në tekst dhe muzikë nga Ergjus Shahu, teksa orkestrimi është bërë nga Alsket Terenia. Aroma e saj do të titullohet ky produksion që flet për të kaluarën, përkatësisht ndarje nga një dashuri. Teksti i saj do të reflektojë edhe në videoklip, në të cilin luan vetë këngëtari. Teksa në pyetje nëse është dedikim, Shpati nuk ka dhënë ndonjë koment. Në sezonin e nxehtë, Zoti të publikonte vetëm bashkëpunime për tregun muzikor shqiptar. Atë me Dallull, Të du krejt dhe Andiamo që rezultoi super sukses me Capital T. Përpas tyre është radha që Ardian Bujupi të ketë një këngë solo, të cilën vetë se ka përfunduar në studion e tij në Gjermani. Kënga do të jetë ritmike, videoklipi i së cilës pritet të xhirohet brenda pak javësh. Në anën tjetër, Bujupi ka punuar edhe për diskografinë gjermane, ku ka publikuar disa këngë atje, si Alele dhe Du. Ka filluar faza e parë e këtij edicioni të festivalit Kënga Magjike, teksa nga dita në ditë po zbulohen emra të ri, që do të ngjiten në skenën e pallatit të koncerteve. Pas stresit e Angela Peristerit, në garë të vetë zbulohen se do të jenë edhe Elhajda Dani, e cila shfaqet si kantautore në këtë festival. Teksa në skenë, pak ditë pas publikimit të klipit të tij më të ri, rikthehet edhe Mentor Hazire. Mirë, për nuk janë vetëm këta emra të famshëm, edhe dy të tjerë shumë të njohur pritet të jenë befasia e këtij edicioni, për që aktualisht po mbahen të fshehura, pasi duhen edhe disa javë deri në prezantimin e tyre në festival. Prive. Dhe miq të dashur të emisionit prive, nuk më ka mbetur asgjë tjetër, storja tipat, rubrika tipat. Unë nevojshmë ju me dëshiru një javë, një vikend të këndshëm, edhe javën tjetër pse jo, duke ju lënë sërish takim të shtu në ashme në të njëjtin vend dhe në të njëjtin kohë, e deri atëherë mos harroni të klikoni në faqen tonë zyrtare në të gjitha rrjetet sociale me emrin Prive Klan Kosova, gjithashtu edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube me të njëjtin emër. Miru pafshim dhe kalofshit sa më mirë.